Policia ka zbardhur dinamikën e atentatit të ndodhur mbrëmjen e një shkurti të rreth orës 21 në fshatin Ril të Lezhës, ku mbeti i plagosur 30 vjeçari Sokol Daci, pronari i Berberhanes. Pas hetimeve, policia ka ndaluar efektivin 24 vjeçar Besart Kovaçi, dyshuar për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Sipas hetimeve, Besart Kovaçi ndodhej brenda Berberhanes në momentin e atentatit dhe ka deklaruar se ka qelluar me armë në drejtim të autorëve për të parandaluar pasojat fatale. Por nga këqyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 16 gëzhoja pistolete, ku 5 janë gjetur në krahër dhe 10 të qelluara, të cilat dyshohet se i përkisnin armës së përdorur nga polici. Një tjetër gëzhoj ndërkohë ka ngritur dyshime për përdorimin e një arme të dytë nga brenda ambientit, duke forcuar pistën e një përplasjeje të armatosur. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar 2 automjete, një Audi dhe një Passat, të cilat ndalojnë prej sallonit dhe nga aty zbresin 7 persona, 2 prej të cilëve me Kalashnikov. Në drejtim të Berberhanes janë qelluar mbi 30 plumba, 3 prej të cilëve plagosën 30 vjeçarin Sokol Daci. Nga hetimet ka rezultuar se në këtë ngjarje dyshohet të jenë përfshirë dhe janë shpallur në kërkim Gerardo Ndoka, Eliseo Ndoka, Kevin Ndoka dhe Merando Nikulaj. Burime bëjnë me dije se Sokol Daci nuk ka qenë shënjestra e atentatit, por objektivi ka qenë Merando Nikulaj, nipi i Ardian Nikulajt i ekzekutuar në vitin 2023. Merando shfaqet në pamjet filmike duke u larguar me vështirësi, çka ka ngritur dyshimet se mund të jetë plagosur. Ai edhe më herët ka pasur konflikte me pjesëtar të fisit Ndoka. Gjatë verës, Merando Nikulaj dhe një kushëri i tij janë përfshirë në një përplasje pranë zonës së plazhit, ku familjet kanë aktivitet hotelier. Në atë ngjarje, 2 të rinj të familjes Nikulaj dyshohet se kanë përplasur me motor 2 të rinj të fisit Ndoka, duke çuar më pas në një konflikt fizik, ku janë përdorur shkopim bejsbolli dhe sende të forta. Lidhur me këtë ngjarje, Merando Nikulaj është çuar në gjyq, çështje e cila konsiderohet nga hetuesit si një nga pistat kryesore për zbardhjen e atentatit.